Po më kam unë një përgjigje, voto Adriatik Lapaj, voto Agron Shenjë, voto Endri Shabanin, voto Arlin Qorin. Po nuk po tallem, po e them tamam. Ata që duan një treg më të ri politik, edhe në emër partije, dhe në fytyra, të votojnë këta. Jam shumë dakord. Le ta votojnë. Vetëm Edi Ramën mos ta votojnë. Gjithë koncepti është vetëm Edi Ramën mos ta votojnë. Shqyr kanë dalë dhe këta që mos tjetë justifikimi pse më me Salion, hajtë s'kam çat bëj, po ja jap Ramës. Po mirë, ju i trumbetuat me shumë të madhe procesin e primareve dhe në fund u bë siç kryetari. Jo, patjetër. Primarja kualifikohet. Po vetë Berisha publikisht pas primareve deklaroi që para primareve ka nevojë për korrigjime. Pra nuk do të zbatohet më tamam rezultati i primareve, sepse në fillim u tha që primaret do të diktojnë po nuk kam keq kuptuar. E ke keq kuptuar se po ta them unë tani, unë kam qenë mbledhje kryesie, kam qenë mbledhje këshillit kombëtar, kam qenë te këto. E vërteta është e tillë që primaret u mor vendimi që janë kualifikuese por jo rëndice. Këtë e kemi përmendur. Pra, e keni ndjekur. Janë kualifikuese pra. Pra, janë kualifikuese po jo rëndice. Po pra, kualifikuese po them unë. Për shembull, ke Floriana Garon, që mori vetëm 36 vota në Durrës. Unë do merr me emra. Apo do ta ilustroj me shembull. Dakor pra. Për ta vërtetuar unë ty që u rrëzua procesin. Derisa të mbaroj unë ilustrimin e fenomenit, ose merrem me emrat. Mirë, Okej? Them, është kualifikuese. Nuk është rëndice. Për dy arsye. Sepse në një listë duhet kemi përfaqësimin dhe gjinor, kështu që po tjetë rëndice i bie të vënë veç burra. Se ata kanë marrin shumë vota nga tërë. Pra do përfaqësohet do përfaqësohet dhe gjinia. E dyta, do përfaqësohen rajone të një qarku. Pra, shembull kot, në Fier mund dali ai nga Fieri më i votuari, po do përfaqësohet dhe Lushnja. Kështu që ti nuk mund nxjerrësh vetëm Fierak. Do nxjerrësh nga Lushnja. Tjetër gjë që kandidati i Lushnjës doli pari. Primare do diktojnë kandidatët. Pse gënjyes kot? Po jo më kemi thënë para primares. Po se pas ke ndjekur, nuk ka si problem. Unë kam ndjekur, po e kemi thënë para primares, jo e kemi thënë para primares, këtë detaj. Pra janë kualifikuese. Do përfaqësoj fe të ndryshme. Fema. Një komunitet ka dhe ortodoks, ka dhe musliman. Musliman mund të jetë 70%, ortodoks janë 30%. Po tjetë për atë punë, në primare... Që kishte fjalën Berisha? Këto pra janë korrigjimet pra. Korrigjimet që një listë ketë përfaqësi gjinore, rajonale dhe fetare. Do futet në listë. Dhe fetare. Mundësisht edhe përpara atij që ka dalë me rekord votash. Nuk është ndonjë diferencë rekord votash njerëzve që mund të jetë bërë ai ndryshim. Si s'është diferencë? Po s'është më, po unë i di tani. Mos në primare nuk marrin nga 10.000 vota që të kesh. Shiko, akoma aq vota merren se aq. Akoma s'ka dalë lista. Të nesër mund të vitet i analizojmë emër për emër. Por nuk duhet gjikuar askush për momentin, se që të gjithë kanë kontributa në atë parti. Primarja ishte kualifikuese dhe me patjetër korrigjimi që bëhet është pikërisht për të bërë flukset, rajonin, fen e tjera. Po moja do kemë unë 7-8 kandidat nga forumi rinor që nuk e kalun pragun. Po normalisht që korrigjimi që do bëj Sali Berisha dhe për këtë e ka pasur, është sepse duke mos votuar dot antarët e forumit primare, ata dhe po s'kalun pragun, votat e atyre kandidatëve të rinis kanë më shumë vlerë se votat e atyre që janë partisë. Pra e kandidatëve të tjerë, sepse nuk kanë kandiduar në territorin e tyre, kanë kandiduar ne jemi organizata partnere, pra antarësinë e kemi të ndarë, nuk do të thotë se antar forumi automatikisht antar partia. Kështu që edhe ky korrigjim do jetë, që të përfaqësohet edhe rinia. Po ashtu do futen njerëz nga diaspora. Patjetër nuk mund t'i hidhim njerëzit e diasporës me garum primare, se nuk e njeh fantasia. Po ne patjetër do i fusim listë që të na përfaqësojnë në diasporë. Dhe të mbledhim, maksimizojmë votat tonë në diasporë. Këto janë korrigjimet, nuk janë korrigjimet tjera. Ka të qejf mbajtur në radhët e demokratëve, për shembull për listat, ata që dinë që janë në listë hapur, ata që janë në listë mbyllur, do prodhoj një përplasje të re lista? Ja, nuk mendoj se do ketë përplasje as pak, sepse besimi është shumë i lartë për të fituar, nuk është për të humbur. Kur është besimi i lartë për të humbur, ka një qefmbetje shumë madhe për listën për parlament. Se vetmja gjë që mendon një njeri është ai po marr diçka dhe po humbëm. Kur është besimi i lartë shumë për të fituar, nuk mendon më njeri për parlament. Mendojnë fitojnë. Dhe patjetër, secili do ketë mundësinë dhe potencialin për kontribuar në qeverisjen
dhe ndryshimin që do I bëjmë ne situatës në Shqipëri. Në ekonomi, në arsim, në siguri, pra patjetër, se jetojmë mes krimit edhe mes gjithë skandaleve, në diplomaci, në çdo gjë, në çdo fushë. Pse ju iku një nga aleatët vetëm pak ditë pasi u firmos koalicioni? Sepse negociatat nuk kanë përfunduar, pra dhe thash edhe një herë, ky koalicion në mos gaboj Maqedonasve I partisë. Ishte afati 3 mars për t'u dorëzuar, ndërkohë lista është afati 12 mars, dhe patjetër në 9 ditë që ti e ke për detyrë ta dorëzosh 3 mars. Po prezantoi zyrtarisht publikisht Berisha koalicionin. Po shkofi 26 parti. Po këtë pyetje për mua do t'ja bësh KQZ-s, pse e vë afatin e koalicionit para se dorëzohet lista. Ai iku me dëshirë, ju drejtuar KQZ-s me letër. Po pra, dua të ç'regjistrohet. Sepse negociatat. Po, a prezantohet koalicioni në momentin që ti nuk I ke mbyllur se mund t'ikin edhe të tjerë rrugës? Po më le t'ikin. Ky 9 ditë ka qenë kohë për negociata. Patjetër. Mund t'i kesh pas mbaruar 99% negociatave, ka ngel 1% negociatave. Mund t'jetë e pavërtet, ajo që thot zotëria. Mund t'jetë ajo e pavërtet, ku nuk e di. Se s'jam mund me mandat nga kryesia e Partisë Demokratike që të bëj negociata. Por kur koalicioni dorëzohet në 3 mars dhe lista del 12 mars, është patjetër normale që gjatë këtyre ditëve dhe mund t'ikin një aleat, sepse mund pretendoj më tepër se ç'duhet. Po gjatë prezantimit të koalicionit, pse mungonte shpëtimi Drizi I PD-s? Nuk e di, se kam këtë informacion. Okej. Ndërkohë, zgjedhjet sigurisht që po afrojnë, ju tashmë keni edhe një strateg për fushatën elektorale. Po. Ka ardhur ai, keni marrë ndonjë, po themi, leksion të ri, PR-i, se si duhet Nuk, unë e di që Partia Demokratike është në kontakt të përditshëm me të, ka bërë strategjinë elektorale që është akoma duke përpiluar, ekipi I tij ka ardhur në Tiranë, pra ndoshta ai vetë fizikisht nuk ka ardhur akoma, po ekipi I tij është në Tiranë. Jetojmë në një botë online, digjitale, që për strategji bëhen gjërat dhe patjetër që puna e tij më e madhe për momentin është përtej oqeanit. Kur të dalësh për shembull ti personalisht në fushat, të bësh fushat, çfarë do t'i premtosh ti bashkëmoshatarëve të tu? Diçka që kam premtuar prej 4 vitesh. Ligjin e Hungarisë për çiftet e reja. Sepse unë mendoj që në gjenezën e emigracionit masiv që ka Shqipëria nga të rinjt, është pikërisht pamundësia për t'u bërë me një çatim mbi kokë. Jo është, pra futen atë rrethim vicioz që paguajnë qeran, nuk arrin kur të kursejnë atë 20% që duhet me vënë depozit në një blerje në një pronë të parë dhe pastaj të marrësh kredin për të shlyer 80% e tjerë. Kështu që patjetër që ta e thash si problem, por ilustrimi I zgjidhjes është Hungaria, që për çdo çift të ri që martohet jep 30.000 euro kredi me 0 interes. Është dakord Berisha me këtë? Patjetër, e jep. Nuk e vendos ti këtë. Pra kjo është e para, jep 30.000 euro kredi. Unë e premtoj. Po fitoj Partia Demokratike që do ndodhi, se unë vetëm me këtë do merrem. 30.000 euro kredi me 0 interes dhe nëse bën 3 fëmijë të falet kredia. Pra, këto janë politikat për të mbajtur një të ri në Shqipëri, ta bësh një me çatim mbi kokë dhe t'i japësh edhe një incentiv që të bëhet edhe me 3 fëmijë, të shtohet popullata shqiptare, të shtohet konsumatori në ekonominë shqiptare në të ardhmen, të shtohet dhe kombion. Se një familje e re me çatim mbi kokë dhe me 3 fëmijë I ka shanset gati 0 për të emigruar. Po një çift I ri që jeton me qera, do blej shtëpi me 30.000 euro? Do vëri 30.000 ja mjafton për 20% depozit. Pastaj 80% tjetër merr kredi. Ta thash edhe një herë, rrethi vicioz është që nuk e bëjnë kurrë atë 20% e depozitës. Dhe bashkëmoshatarët e mi e kuptojnë shumë mirë këtë. E din. Po, çfarë avantazhi për shembull më Tani premtim konkret thash, ë? Jo, dakor. Çfarë avantazhi keni ju karshi bashkëmoshatarëve tuaj po në lista nga kampi përballë? Unë. Sepse ka të rinj edhe në Partinë Socialiste që përballë këtyre deputetëve që duam. Jo, po Rama ka futur në lista edhe shumë të rinj.